Prej vitesh, qeveria është akuzuar për lidhje me grupe kriminale, të cilave u ka ofruar mbështetje dhe favore, ndërsa në këmbim, dyshohet se ka përfituar ndikim elektoral. Edhe pse janë përmendur raporte ndërkombëtare, përfshirë ato të ODIHR-së, Office for Democratic Institutions and Human Rights, shumica qeverisëse dhe kryeministri Edi Rama i kanë mohuar vazhdimisht këto pretendime. Sipas denoncimeve publike, rasti i portit të Durrësit paraqet një shembull domethënës. Një audit i kontrollit të lartë i shtetit evidenton miliona euro detyrime të pambledhura nga kompani që operojnë në port. Mes tyre, kompania Liburnet 1 rezulton me borxhe të konsiderueshme ndaj autoritetit portual, ndërkohë që ka vijuar aktivitetin pa masa ndëshkuese. Në raport, përmenden kontrata të ndryshuara dhe të zgjatura, edhe kur kompania ishte debitore. Emra si Piro Vengu, ish drejtuesi i autoritetit portual, si dhe ish zyrtar të tjerë, përmenden në lidhje me mosmarrjen e masave për mbledhjen e detyrimeve. Ndërkohë, disa nga personat e lidhur me kompaninë kanë pasur profile politike apo precedent penal, shka ka shtuar dyshimet mbi favorizime dhe mbrojtje institucionale. Në thelb, çështja ngre pikpyetje serioze mbi administrimin e fondeve publike, transparencën institucionale dhe ndikimin e mundshëm të interesave kriminale në sektor strategjik si porti më i madh i vendit.